intervista e dytë në Infonata me avokatin Skënder Musa. Mirë se vini zoti Musa. Mirë se qeta. Dhe natyrisht flasim për shtyrjen e aktgjykimit nga Gjykata Speciale ndaj shkrerëve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës ndaj Thaçit dhe të tjerëve. Pse mendoni se ka shtyrje të tillë e pa më dhe arsyetimin që bëri specialja se për shkak të kompleksitetit të rastit? Cili vlerësimi juaj? Sa përket shtyrjes aspektit ligjor, shtyrja është e lehtëshme për shkak se është rregulluar me rregullore të dhoma të specializuara të Gjykatës Speciale, ndërkaq kjo shtyrje padyshim është një zvarritje e procesit gjyqësor, duke pas parasysh faktin se të akuzuarit këtë rast janë që 5 vite në paraburgim dhe çdo shtyrje konsiderohet zvarritje dhe realisht i shkel të drejtat të akuzuarve për një proces të drejtë gjyqësor, sepse kemi hyrë, po më duket edhe në vitin e 6 të këtij procesi dhe kjo shtyrje përkundër që çështja është komplekse, ka shumë shkresa të rëndës, cilat duhet më lezu, duhet më analizu nga trupi gjykues. Mirë po dhe koha kur është bërë shtyrja dhe njoftimi për shtyrje, në opinionin në Kosovë të qytetarët kanë ndikuar jashtëzakonisht në mënyrë negative në besimin ndaj gjykatës për shkak se e kanë lidhur me çështje politike dhe me çështjen e zgjedhjeve. A ka në fakt përvojë politike kjo vendimarrje edhe për faktin që ka pasur reagime edhe politike nga politikanëve ndorë veçanërisht nga PDK-ja? Të gjitha gjykatat padyshim në aspektin ligjor nuk pranohet, po kanë ndikime politike në vendimarrjet e tyre. Mirë po në aspektin ligjor dhe shkencor nuk pranohet që gjykata duhet ketë ndikime politike të caktuara. Në këtë rast nuk do të ishte mirë të kishte ndikime politike, sepse kjo gjykatë është themeluar nga Kuvendi i Kosovës, është vendosur jashtë Kosovës me qëllim që mos ketë mundësi që të ndikohet. Dhe nëse ndikon për me kriju favore në një tabor politik, kjo do të ishte skandaloze për vetë Këshillin e Evropës, Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë financuese dhe kanë personel të tyre në zyrën e prokurorisë special, por edhe në gjykatën speciale. Vendimi për shtyrje është në një kohë që me të vërtetë Kosova ka kriju një pakënaqësi të madhe, por uroj të mos jetë kështu. Uroj që të jetë qëllimi objektiv, qëllimi i mirë i gjykatës ashtu siç e ka obligim me ligj, që të analizojë të gjitha provat, për shkak numri është e padiskutueshme që numri i provave është i madh, numri i dëshmitarëve ka qenë i madh, por nuk do të harruar edhe një fakt që ky trup gjykues të paktën 3 vjet nëse s'gaboj ka qenë i familiarizuar me lëndën dhe me provat. Kështu që pa marrë parasysh qëllimin edhe lehtësmërinë e këtij vendimi, kjo shtyrje ka shkaktuar zvarritje. Kjo zvarritje i ka lënë 4 qytetarë të Republikës Kosovës, 4 udhëheqës të shtabit të përgjithshëm në paraburgim për shkak të mos efikasitetit të trupit gjykues. Kjo shtyrje a flet edhe për përmbajtjen në fund të aktgjykimit apo jo? Jo, në mënyrë absolute nuk flet dhe nuk më ne paragjykojmë aktgjykimin. Shikoni, aktgjykimet në këtë rast mund të merren 2-3 forma. Forma e parë mund të jetë lirimi i 4 të akuzuarve, forma e dytë mund të jetë dënimi i 4 të akuzuarve ose lirimi i trajtimi individual i përgjegjësisë, mund të jetë lirimi i një personi, 2-3 apo dënimi i një personi. Ne në bazë kësaj që kemi pa, besojmë dhe duam që të vlej varianti i parë që të lirohen 4 të akuzuarit për shkak se bazë atyre që kemi pa nuk u provu që kanë pas lidhje me akuzat që i përban akt akuza e prokurorit special. Mirë po asnjë jurist nuk mund me parashiku një çështje që kanë përfunduar dhe shqyrtimi, prova dhe gjitha se cili do të jetë vendimi para se më shpallaj. Madje është padëshirueshme për juristat që të paragjykojnë cili do të jetë vendimi i trupit gjykues. Mirë po në bazë procedura, për afërsisht mund vjen deri te një vlerësim.
këtë rast, mendoj që vendimi do të jetë lirues ndaj të gjithëve, sepse për me dënu për vepra kashtrona do të me pas prova të pakontestueshme. Dhe në këtë çështje penale që është u kërgjikuar në Hagë, nuk kemi pa ndonjë provë që ka qenë pakontestueshme, paktën këto seanca që kanë qenë publike. Faktë edhe për ta sqaruar këtë situatën e shtyrjes së shpalljes së vendimit nga specialja, ishte parapar pra me 19 maj, është shtyr deri me 20 korrekt, por nuk përjashton mundësia që të ketë edhe 30 ditë shtesë të tjera apo jo? Po, madje kanë thonë që nuk është data e shpalljes së aktgjykimit, kjo nuk është vetëm një shtyrje deri me 20 korrekt që nuk e përjashton edhe një afat shtesë. Kushtojmë, me thënë drejtën, zvarritja ekziston zvarritja gjitha mirë, po ka nejtë që 5 vite në paraburgim. Nuk është ndonjë problem i madh edhe një muaj, 2, 3 e më shumë. E rëndësishme është që të analizohen të gjitha provat dhe të kemi një vendim të drejtë. Këtë rast vendimi i drejtë, pas një dyshim, vetëm një vendim mund të jetë i drejtë. Ai është lirimi të akuzuarve, sepse nuk ka pas, as nuk është vërtetuese, është tash irelevante të thuhet a ka pas apo s'ka pas krime lufte. Mirë, po nuk është vërtetuar që këta persona kanë marrë pjesë në kryen e ndonjë vepre penale, e as më pak të krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit. Kështu që nuk do të brengosemi shumë për shtyrjen e shpalljes së aktgjykimit, por më tepër çka do të sjell verdikti përfundimtar. Në fakt, edhe në reagimin e PDK-s, kemi parë që këtë brengje kanë shprehur ndër të tjera, se është shtyrje politike për faktin që janë edhe zgjedhjet afër të 7 qershorit. Unë partitë politike dhe OJC-t apo shoqatat e luftës OJC tjera që nuk kanë përvojë nga shqyrtimet gjyqësore, i kuptoj se në aspektin politik i shohin gjitha çështjet. Mirë, po shpesh herë ndodh, na që merrem me drejtësi që fare nuk kemi informacion çka ka ndodhur në qeveri ose politikë, dhe nëse merret një vendim në gjykatë ose një propozim bëhet nga një palë, mund të interpretohet edhe si politikisht. Mirë, po është shumë e vështirë me besu që një vendim i gjykatës mund të jetë puro politik. Mund të jetë komplet rasti edhe ashtu do të jetë. Do të jetë që ka ndodhur, plus asaj edhe mos me di gjyqtarët që ka zgjedhje në Kosovë se vetë janë majt. Nuk e përcjellin politikën e Kosovës, nuk besoj që e përcjellin çfarë juristat të Evropës e të Amerikës politikën e Kosovës. 4 parë zgjedhje për një vetë, s'ja merr mendja që marrën. Po është koha për në Kosovë është koha shumë e keqe kur shpall dhe ju them sinqerisht edhe me palë edhe me kolegë dhe gjithë kanë një bindje që qëllimi është politik i shtyrjes, edhe pse personalisht nuk du me besu në atë drejtim. E thatë që prisni aktgjykim lirues në këtë proces gjyqësor, por kushtimisht, nëse mund të ketë aktgjykim dënues, a mund të ketë destabilizim politik në vend? Po, mundet me pas destabilizim politik, mundet me pas pakënaqësi të qytetarëve, po shihet që qytetarët janë në çdo herë më të padurueshëm sa i përket këtij procesi gjyqësor. Është po reagimi i saktshëm i qytetarëve që ka qenë bukur i ashpër dhe mos besues ndaj gjykatës kushtetuese. Megjithatë, vendimet gjyqësore do të merren në mënyrë të qetë, është çështje e gjykatave, është çështje e avokatëve dhe të akuzuarve. Dhe nuk shoh ndonjë arsye për me pas trazira. Mund të shprehin pakënaqësi, mund të bëhen protesta pasore, por jo me shku deri në atë mas që me pas trazira ose dëshmë ose destabilizime, për shkak se këto e dëmtojnë popullin dhe shtetin tonë dhe nuk u ndihmojnë proces gjyqësor atjes. Marrë në aspektin juridik, penale juridik dhe logjik, nuk duhet me ndiku në proces gjyqësor as protestat, as opinionet, as peticionet. E pa mësët një peticion që ka dërzuar organizata veteranëve për kënd të drejtësisë. Ato janë të mira për opinion, ato janë të mira për krimet të opinioneve, mirë, po
Fare s'ka ndikim. Jo. Vendimet e gjykatave duhet bazohen vetëm për në ato prova që janë shërtuar në shërtim gjyqësor. Nuk duhet me mujt me ndiku as zyrtarët e Serbisë që kërkojnë dënimin, ose zyrtarët e Serbisë apo ndonjë politikan i Kosovës, a qytetari i Kosovës, por as ata që kërkojnë lirimin, sepse po të ishte vendosur përmes konferencave politike në Kosovë, Serbisë, të Rusisë apo të Amerikës apo Gjermanisë, ishin marrë dhe vendime ndryshme. Kështu që gjykata duhet të jetë neutrale e objektive. Edhe me thonë drejtën, ajo është kryesorja, nëse gjykata është e drejtë objektive dhe i analizon provat siç ka deklaruar, për shkak që është komplekse, se ka një arsyetëm të mirë. Për shkak që është komplekse, ka nevojë për afatështesë. Dhe nëse gjykata ka nevojë për afatështesë, nuk duhet me kërku që e mogut me nxjerrë një vendim, se ai vendim mundet me konë ndam drejtësisë, kur e them ndam drejtësisë, mendoj gjithmonë ndam të akuzuarve. Se ato proces gjyqësor mund të shkelen drejtat e të akuzuarve, vetëm drejtat e të akuzuarve, se nuk shkelen drejtat e palëve tjera. A ka pasur shkelje të drejtave? Ndaj shkretëve të që keni parë edhe raportin e ekspertëve britanik? Ka pas jashtëzakonisht shumë shkelje, ka qenë shkelje kur gjyqtarët haptas ja kanë mojtonën prokurorit, kanë bërë vetëm pyetje akuzuese, ka raste në Kosovë kur gjyqtari harron që është gjyqtar dhe bën pyetje si prokurori, përpiqet me marrë prova, madje në aspektin e drejtësisë nuk është e rëndësishme dhe relevante a është kryer vepra, a është provu që kryer vepra. Edhe nëse ti di që kryer vepra, s'ke mujt me argumentu, qytetari apo shtetasi i Kosovës do të shpallet në bazë kësaj drejte penale që kemi na do të mos shpalli pafajshëm. Kjo smundje e sistemit të drejtësisë në Evropë, që një pjesë të gjyqtarëve marrin rolin e prokurorit, siç duket është edhe në Bashkimin Evropian, dhe ata bojnë presion Kosovë, mirë po shumë a shumë ka pas shkelje në gjykatën e Hagës nga trupi gjykues dhe nga gjyqtarët e saj që ka shkelje në këtë drejtim në Republikën e Kosovës. Peticioni i organizatës së veteranëve të UÇK-s dhe deklaratat politike nuk mund të ndikojnë në procesin gjyqësor, por a ndikon edhe ky raporti që u nxjerr nga ekspertët britanik në këtë proces? Raporti është tjetër çështje. Raporti është përgatitur nga njerëz eksperta, nga njerëz të fushës drejtësisë penale, edhe padyshim këto shkelje ndikojnë edhe në Këshillin e Evropës dhe në Bashkimin Evropian, por edhe të gjyqtarët. Sepse ndryshe është kur e thot një ekspert që ka pas shkelje, kanë qenë shkelja e parë, e dytë dhe treta, ashtu siç i kanë analistat Ameran, sepse edhe gjyqtarët e shohin veten në raportin e tyre, në raportin e këtyre ekspertëve, ku i kanë bërë shkeljet. Shkelja themelore që kanë është që shpesh herë gjyqtarët kanë qenë në rolin e prokurorit, edhe kë e bën gjyqtarin një objektiv dhe në momentin që gjyqtari e hup neutralitetin, e hup ato rolin e tij si arbitër i paanshëm për vendosë drejtësinë, atëherë vim të shkelja parimit mungesa e gjykimit të drejtë. Në momentin që nuk ka gjykim të drejtë, edhe nëse merret vendimi dënues, shancat janë shumë më të mira në shkallë të tjera që ai vendim të apelohet dhe të prishet. E pam edhe një reagim të sotëm të avokatit të popullit të Kosovës, Naim Qela, që ka dërguar letër Marco Rubios, sekretarit amerikan të shtetit dhe financuesve të speciales. Çfarë efekti mund të ketë kjo? Shikoni, edhe më herët në një televizion thash që disa reagimet të institucioneve dhe partive politike janë të vonuara në këtë proces gjyqësor, sepse këto ka përfundu, është mbyll procesi gjyqësor, tash pritet vetëm analizimi i provave në bazë të dispozitave ligjore, analizimi i dëshmive dëshmitarëve dhe marrja e vendimit. Çdo kërkesë nga njerëz që janë të profesionit është pozitive, mirë po jo të ndikuese në vendimin e dhomave të specializuara. Nëse ne kemi fat si Kosovë dhe s'pari kanë fat vetë të akuzuarit dhe vendosë drejtësia këta shpallën të pafajshëm, asnjë. Edhe drejtësi duhet këtë fat? Padyshim drejtësi, unë shpeshherë Pse parimi është të provat dhe dëshmit? Parimi është të provat dhe drejtësit, mirë po... Fati përjashtohet? Jo gjithmonë përjashtohet fati.
nuk kom pa drejtësi reale as nga UNMIK-u, as nga OLEX-i, që kanë qenë gjyqtarë nga gjitha vendet e antarët BUS, TOKB-s, antarët të OKB-s që kanë qenë në UNMIK. Kemi pas punë edhe me gjyqtarët dhe prokurorët e OLEX-it, edhe ata janë njerëz si ne, dhe drejtësia shumë vështirë me vërtetu nga ata që nuk e njohin terrenin, nuk e njohin gjendjen reale që ka ekzistuar në Kosovë, dhe pikërisht këta persona janë gjyqtarë dhe prokurorë atje. Edhe duke qenë të tillë gjyqtarë e prokuror në Hag, kemi parë dëshmitë e dëshmitarëve të mbrojtjes, po ashtu edhe të prokurorisë, por të veçojmë ata të mbrojtjes, Wesley Clark, James Rubin e të tjerë. A do ta vendosin ashtu apo jo? Po çdo cilë gjyqtar merret parasysh kredibiliteti i tij. Nëse krahasojmë Wesley Clarkun, këshilltarin po ndim sekretarin e shtetit amerikan, zotin James Rubin. James Rubin është pa diskutueshëm, është sa 10.000 dëshmitarë që ka pas, 10.000 mi pas prokuroria speciale çfarë i ka pas. Janë dëshmitarë me kredibilitet, njës mirë të rrethonave, kanë marrë pjesë në mënyrë aktive në diplomaci, madje ata edhe vetë kanë theksuar se ne kemi pas shumë agjenci të involvuara në Kosovë dhe po ka qenë e pamundshme që të ndodhë diçka në Kosovë, kësaj këtyre natyra që po thoni dhe ne të mos i kemi informatat. Dhe pas një dyshim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë informacione edhe për vende siç është Koreja, sistem komunist dhe jo në Kosovë që kanë qenë të angazhuar edhe në gjatë lufte me misione të ndryshme. Personi i parë kontaktues ka qenë Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli. Kështu që unë mendoj që këta dëshmitarë kanë arrit me dëshmu pa fajsinë e tyre. Mirë po, këta janë vetëm disa dëshmitarë. Janë edhe dëshmitarë tjerë të prokurorisë që kanë deklaruar në favor të akuzuarve. Ka pasur dëshmitarë tjerë që kanë deklaruar edhe për humbje të lëpëve, edhe për inate personale të mahallave, mirë po jo gjendjen faktike që pretendohet në akt akuzë. Sa përket një element që kanë pas ta kërcial, zakonisht janë mundu edhe në fjallë përëmtare nëse këmi vrejt me forcu, ka qenë çështja e hierarkisë të shtabit përgjithshëm, të komandantit e OQK-s dhe pastaj ai shtrihet të poshtë edhe të nivelet e zonave. Sa përket çështjes së hierarkisë institucionale të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, për fat mirë janë 2 aktgjykime të shtetasëve të Kosovës, komandantët të zonës operative të Dugazhimit zotit Haradinaj dhe zotit Limaj në Pashtrek, që është vërtetu që s'kam pas ata, s'kam pas vi komanduese nga niveli lartë në nivelin më të ulët. Mirë po, asnjëherë gjykatave nuk ju dihet. Për fond, zoti Musa, për fond, a ndërlidhet kjo çështje, shpallja e aktgjykimit, shtyrja kjo vonesë edhe me procesin tjetër gjyqësor ndaj Thaçit për pengim të drejtësisë që do të nisë? Mund të ndërlidhet, por edhe këto është vështirë me besu si jurist. Mund të ndërlidhet sepse nëse kanë qëllim për me largu Thaçin prej politike, që shpesh herë edhe gjykatat mundën me pas qëllim të pas parasysh që janë themelu me kjo edhe baja të thonë edhe themelu nga institucionet politike, se çdo institucion shtetëror ose ndërkombëtar themelohet nga institucionet politike, nuk do të thotë që o themelu politikisht edhe Kuvendi i Kosovës është organ politik. Edhe nuk do të jenë të drejtë. Mirë po, nëse kanë qëllimin që ta pengojnë që të merret me politikë, mundën me lidhë. Mirë po, juridikisht nuk duhet të ketë asnjë lloj ndikimi rasti i parë me rastin e dytë. Dhe Musa, kënaqësi t'ju kisha në studio, të falenderoj shumë për kohën dhe gatishmërinë. Gjithashtu, Këto e mbillëm këtë edicion të nderuar shikues bashkë. Shihemi nesër, natën e mirë, mirëmbëngjes.